Atëherë të nderuar të pranishëm, miq të librit, të fjalës së shkruar dhe të vlerave tona kombëtare. I nderuar kryetari i Komunës së Strugës, zotri Meli Qyra, i nderuar zëvendës ministër i Bujqësisë, zotri Albin Hoxha, të dashur zonja dhe zotri. Mirë se keni ardhur në promovimin e librit Gërbishtje në murin e kokës, një vepër e veçantë që nuk sjell vetëm rrëfenja, por sjell kohën. Sjell kujtesën, dhimbjen, krenarin dhe shpirtin e një brezi të tërë. Ky libër nuk është thjesht një naracion, por një rrëfim jete, një testament shpirtëror dhe një mirënjohje të thellë për njerëzit që formojnë themelet e karakterit tonë. Pra janë nënat, baballarët, është familja shqiptare. Struga përveç se ka kultivuar fjalën e shkruar, ka ruajtur edhe artin muzikor, i cili ndër vite ka qenë melodia që dëshmon kulturën tonë të lashtë dhe traditën shpirtërore. Muzika gjithmonë ka qenë një urë që lidh kujtesën, emocionin dhe vlerat artistike të popullit tonë. Sot kemi nderin që të hapim këtë promovim me tingujt e veçantë të Oktetit Trita nga Livadija në drejtimin e profesorit Zylgjurfis Dina, të cilët me harmoninë dhe pasionin e tyre sjellin frymën e traditës dhe kulturës sonë muzikore. Ju ftojmë të ndjekim Dema skena për ju. Kur në përmjet kujtimeve, kthehen të kaluar. Rreth të librit më të ri, me tregime dhe rrëfenjën të shpëtim Pollozhan,
vërvishti në murin e kohës. Teksa merresha me vëllimin e tretë të romanit Fundi i Trisht, dikush trodhkiti në derën e shtëpisë time. Kjo është një rrëfim në veft, tregim në veft, por unë kështu di që nuk di ndryshe, sepse shkru shpirti. Po shkru shpirti ti shkru në vetën e parë. Ta vazhdoj. Dhe masove librin më të ri të shkrimtarit tashmë të njohur në shtëpinë time në Vereshtë. Të njohur pra Shpëtim Pollozhani. Dhurat e bukur kjo. Ka pas njërën dorë, duke mos i hequr syt prej kopertinës së librit, e cila fliste me gjuhën e saj prej pikture, e që të detyronte për të menduar. Ndaj kini kujdes. Dhe ballinën me ballinën, shumë me ballinën. Ballinat e librave, ashtu janë, ata janë pjesë e shumë e rëndësishme e librave. Në përmjet tyre mund të kuptosh librin edhe pa i lexuar. Dhe si hiqja syt për saj. Një mur i lyer me ngjyrë të bardhë, tani flas për kopertinën e librit, të përzirë për asaj me ngjyrë gjatë, të me tyre dhe një dorë e shtrirë që gërrynte në murin e kohës. Kjo është ajo që unë më ra në sy, edhe një mënyrë e kuptova se dora që gërryn është kjo shumë poetike, është. Tani, në mendje më erdhën disa melodime, kishin të bëjnë me librin dhe autorin e tij. Ende pa e lexuar, sikur e dija se çka brenda ti. Çka sepse unë njoh trimtarinë e 6 librave të Shpëtimit. Sot kemi një pyll të pashkruar me libra, shkruan libra me përmbajtje të ndryshme, avanturistike, shkencore, komedi, libra me përmbajtje tragjike, por një grup të veçantë zënë libra të Shpëtim Pollozhani që kur njeriu i lexon, ato shkrihen, ato topiten në zemër, dhe mishërohen me njeriu duke janë ndryshuar vizionin e lexuesit, pikpamje dhe përkutimet në botën. Titullin e fjalimit tim e kam bërë një rrëfim për kujtimet nga e kaluar. Duke u kujtuar për kohën e kaluar, i zgjojmë kujtimet e braktisura për të kaluar. E tanishmja është diçka më shumë se e kaluara dhe diçka më pak se e ardhme. Të tanishmen mund ta kuptojmë vetëm duke u lidhur me të kaluara. Në librin e fundit, Kërvishtja në murin e kohës, Shpëtim Pollozhani ka bërë një udhtim në kohrat e kaluara. Na jep një analizë frymëzuese dhe mahnitshëm, integrues për jetën e vështirë kur nuk respektoheshte individualiteti i njeriu. I përshkruan ngjarjet e rralla në gjysmën e shekullit 20, që jo shpesh përsëriten. Shkruan për kohën kur jeta e vështirë ka bërë që edhe njerëzit e fuqishëm të vuajnë në heshtje. Për njerëzit, edhe kur torturoheshin nga pushteti, me vetbesim e ruanin krenarin dhe buzëqeshjen në fytyrat e tyre. Shkruan për njerëzit që kur nuk e humbën shkëlqimin nga sytë e tyre, duke ruajtur unitetin e karakterit dhe energjin pozitive.
ato njerëz çdo mëngjes janë zgjuar duke mos pushuar së menduari se ëndrat e tyre një ditë do t'i bëjnë realitet. Jetonin me besimin se lumturinë që e dëshirojnë një ditë vetë do ta arrijnë. Në heshtje përgatiteshin për një fat të jashtëzakonshëm. Shpëtimi këtë libër autobiografik e ka shkruar me një qetësi elegante, me kujdes për çdo detaj që të kesh vëmendje. Ky libër është një katalizator që e zgjon imagjinatën e lexuesit. Shtrirja e fuqisë së librit shfaq një ndjenjë gjallëruese për bukurinë e rrëfimeve dhe fitoren e realitetit jetësor e njerëzor mbi ideologjinë politike njëanëshe. Libri është shkruar me stilin narrativ, duke u fokusuar në rrëfimet për historinë e familjes së tij. Me mjeshtri artistike e përshkruan rrjedhën e ngjarjeve dhe jetën e personazheve të realt në atmosferën sociale dhe politike të asaj kohe. Duke përdor aforizma, fjalë të urta dhe metafora të pasura, lexuesi e kupton historinë e fshehur të një jete thellësisht emocionale dhe shpesh e dhimbshme. Këto fjalë të urta janë në kristalet e filozofisë së mendjes së kulluar, formula strukturale për të jetuar në pajtim me frymën e traditave në kohra të vështira. Vëmendje të madhe u ka kushtuar detaleve, duke e kapur gjendjen psikologjike dhe atmosferën specifike të asaj kohe, ku drejtësia ka qenë pikëllim i hidhur. Kur çdo plagë ka fshehur një histori. Këtu nuk kemi të bëjmë vetëm me një realitet të përjetuar, por edhe me lidhjen empatike të autorit me një periudhë kohore që tek ai ka lënë gjurma të pashlyera. Duke shkruar në formë artistike tepër bezulluese për ngjarjet ekskluzive të parëfyera nga qyteti buzliqeni të bardhën ose të Ohrit, duket sikur lexuesi ka gjetur margaritarët nga ndonjë thesar i humbur. Nëse për veprat gjykojmë sipas qëllimit të tyre, atëherë me këtë vepër shpëtim Pollozhani në mënyrë magjepse na ka bespasuar. Sot në librin Gërbishtje në murin e kokës, ai mbodhi një rap shpirtëror në hijen e të cilit nesër shumë njerëz do të relaksohen. Në fund këtë fjalim do ta mbyll me fjalën e një poeti arab, moj kokë, në ty janë të gjitha kokrat. Faleminderit. Të ndaj disa fjalë për librin Gërbishtje në murin e kohës të autorit Shpëtim Pollozhani. Një vepër që nuk lexohet thjesht si një përmbledhje rrëfimesh, por si një dëshmi e gjallë e kohës, e kujtesës dhe e fatit historik të shqiptarëve në trojt jashtë kufive të shtetit shqiptar. Kam pasur privilegjin që edhe më herët të jem pranë krimtarisë së autorit Shpëtim Pollozhani, edhe në vepra të tjera. Mes tyre dhe libri Tajfon, një zemër e madhe. Kjo përvojë më hershme më ka ndihmuar të kuptoj më thellë botën rrëfimtare të autorit, mënyrën e tij të kujtuarit, raportin që ai ndërton me historinë dhe sidomos me njerëzit e zakonshëm, të cilët në veprën e tij marrin peshën e personazheve simbolike të kohës. Edhe në librin Gërbishtje në murin e kohës, autori mbetet besnik ndaj kësaj filozofie rrëfimi. Ai nuk shkruan nga distanca e historianit të ftohtë, por nga afërsia e njeriu që ka jetuar, dëgjuar dhe partur mbi vete kujtesën e një kohe të vështirë. Pikërisht, kjo e bën prozën e tij të drejtë për drejtë, emocionale dhe njerëzore. Nëse te Tajfon, një zemër e madhe, mbizotronte për masa humane dhe portretizimi i figurës me shpirt fisnik, në këtë vepër të re kemi një zgjerim të kujtesës narrative, drejt një panorame më të gjerë historike dhe shoqërore. Këtu ndërthuren drama familjare, identiteti kombëtar, trauma e komunizmit, presioni mbi çuan shqipe dhe përpjekja për të ruajtur dinjitetin në rrethana shpesh njerëzore. Ky libër ka vlerën e rrëfimit të sinqert. Ai nuk përpiqet të ndërtojë histori artificiale dhe as të krijojë heronj të stisur. Përkundrazi, fuqia e tij qëndron pikërisht në natyrshmëria e kujtesës, se mënyra se si ngjarjet, njerëzit dhe dhimbjet rikthehen me gjuhën e jetuar dhe jo me gjuhën e propagandës apo të akademizmit të ftohtë. Në faqet e këtij libri, lexuesi gjen strugën, dibrën, ohrin, familjen shqiptare, përplasjet identitare, dhuhën ideologjike, frikën, shpërnguljet, humbjen e pronës, cënimin e gjuhës dhe përpjekjen e vazhdueshme për të ruajtur dinjitetin.
Këto nuk janë vetëm epizode personale, ato janë fragmente të një historie kolektive, të cilat për shumë kohë kanë mbetur në heshtje ose janë rrëfyer vetëm në odat familjare. Si redaktor gjukësor, përvoja me tekstet e mohershme të autorit më ka ndihmuar të ruaj më mirë frymën autentike të ligjërimit të tij. Gjuha e Shpëtim Pollozhanit ka një karakteristikë të veçantë. Ajo mbështetet fuqishëm te ritmi i rrëfimit gojor, te fraza popullore, te ngjyrimi dialektor dhe kujtesa emocionale e brezit të përshkruan. Gjuha e veprës është e pasur me ngjyrime krahinore, me idiom popullore dhe me ritmin e rrëfimit gojor. Pikërisht këtu qëndron edhe identiteti stilistik. Ndërhyrja redaktuese në raste të tilla kërkon kujdes të madh, sepse sfida nuk është vetëm korrektësia gjuhësore, por ruajtja e zërit të autorit dhe atmosferës që ai krijon, dhe kjo mbetet një nga meritat më të rëndësishme të autorit, duke ndërhyrë vetëm aty ku ishte nevojshme për qartësi, për pikëmëri dhe kohesion gjuhësor. Në një kohë kur kujdesa historike shpesh relativizohet ose zbehet, libra të tillë marrin një rëndësi të veçantë. Gërvishtja në murin e kohës na kujton se historia nuk jeton vetëm në dokumente zyrtare, ajo jeton edhe në kujtimet e njerëzve të zakonshëm, në dhimbjet familjare, në fjalët e pathëna dhe në përpjekjen për të mos humbur identitetin. Në një kohë kur kujtesa historike shpesh banalizohet ose instrumentalizohet, libra të tillë kanë rëndësi të veçantë. Ata na rikujtojnë se historia nuk jeton vetëm në arkiva dhe dokumente shtetërore, por edhe në kujtimet e familjeve, në rrëfimet e nënave, në heshtjet e baballarëve dhe në plakat që brezat i bartin për dekada. Gërvishtja në murin e kohës është pikërisht kjo, një përpjekje për të mos lejuar që koha t'i fshijë ato gërvishtje, sepse popujt që humbasin kujtesën, rrezikojnë të humbasin dhe vetveten. Për 8 dimensione dokumentar, libri mbartë edhe një ndjeshmëri të fortë njerëzore. Në shumë epizode ndihet dashuria për familjen, për vendlindjen, për gjuhën shqipe dhe për atë botë qytetare shqiptare që u përball me tronditje të mëdha historike, por që nuk u shua. Prandaj, ky libër meriton të lexohet, jo vetëm si letërsi kujtese, por edhe si një akt kulture dhe ndërgjegjje historike. Në faqet e këtij libri kuptohet se ka kujtime që nuk lejojnë të harosh. Ka dhimbje që mbeten të gdhendura në kohë. Ekzistojnë rrëfime që kanë fuqinë të ndalin kohë. Rrëfime që nuk të lejojnë vetëm t'i lexosh, por të ndjesh preshën e dhimbjes dhe vuajtjes që mbajnë brenda tyre. Si përgjegjësi mbi supet e brezit të ri, si premtim që asnjë lot i derdhur në frustrim dhe padrejtësi nuk do të harohet, por do ujë strimëri dhe guxim për të kërkuar më mirë. Ky libër nuk është thjesht një përmbledhje rrëfimesh, ai është një dëshmi, një zë që vjen nga një kohë e pamëshirshme, nga plagë të heshtura, nga njerëz që jetuan frikë dhe mall, por që kur nuk humbën dignitetin e tyre njerëzor. Këto rrëfime nuk janë histori të largëta, por kujtime të gjalla që marrin frym para syve tanë. Kam ndjer adhurim të thellë për mënyrën se si gjyshi im ka ditur të shndroj kujtesën në letërsi, në art. Çdo faqe duket si një copë shpirti e ruajtur me kujdes, jo vetëm për ata që e kanë jetuar atë kohë, por edhe për ne që vim pas. Për ne që kemi detyrën të dëgjojmë, të kuptojmë dhe të mos harrojmë. Me mjeshtërsinë e tij të veçantë, autori na kujton diçka shumë të rëndësishme. Se rënjët tona kanë zë, se historia nuk është vetëm datë, por jetë njerëzish, lot nënash, sakrifica familjesh dhe krenari që mbijeton edhe në kohët më të errta. Pa mos ju mbajtur më tepër, dua të them se ky libër nuk është vetëm një vepër letrare. Ai është një urë mes kohëve, mes atyre që jetuan dhimbjen dhe ne që kemi sot privilegjin ta dëgjojmë atë përmes fjalëve. Në një botë ku gjithçka kalon shpejt, ky libër na ndalon për një çast dhe na kujton kush jemi, nga vim dhe pse trashëgimia e kujtesës ka kaq shumë rëndësi. Koha kalon dhe na shkel me pafundësinë e saj, dhe kur të gjithë ne do të harrohemi, fjalët e urtësisë që kemi lënë pas do të vazhdojnë të jehojnë, sepse gjuha ka kufilin e saj, por përvoja njerëzore është e pafundme. Disa libra si Gërdishtje në murin e kohës nuk lexohen vetëm me sy, lexohen me zemër. Personazhet që paraqiten në këtë libër janë emëruesi i përbashkët të gjithë agimëve, pesnikëve, ysenëve, asanëve dhe kështu nga anë. Thelbi i librit është një epope e shkruar për ato heroina të heshtura nënat tona, të cilat punonin gjithë ditën në fushë, lindin në mbrëmje dhe përsëri të nesërmen
i shihnim në fush. Kështu që unë mendoj se asë më shenë nana atje nga lartë, thot, mirë dhe këta në borqin pak në stënanës. Ju falemderit shumë për prezentin.